pavara, siç janë tash angazhimi edhe në kapjen e drejtësisë në kuptimin flagrant të saj. Mos flasim për institucione tjera që i kemi pa në vazhdimsi, tash kanë rënë në hije bordet edhe agjensitë në kuptimin çka është duke ndodhur në Republikën e Kosovës. Ju e pat tendencën për gjykatën kushtetuese, po e shihni në çdo ditë çka po ndodh në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, po e shihni tendencën me vazhdu me kap bordin e radio televizionit të Kosovës, Komisionin e pavarur për media, do me thonë, është një angazhim i madh dhe kush i certifikon këto? Presidenti i vendit, shumicën nga këto. Do me thonë, dhe kjo është arsyeja pse LDK nuk mundet me leju ose spaku nuk mundet mu bë pjesë e këtij negativiteti politik që dëshiron Zotëri Kurti. Dhe edhe një herë, për me betonua, oferta për bashkëqeverisje është temë tjetër. Nuk shtrohet në raport. Zakonisht kanë shkuar bashkë. Nuk, absolutisht. Kur ka seriozitet për bashkëqeverisje, shtrohen temat programore. Sepse ne jemi serioz. Zotëri Kurti nuk është serioz, Lëviza Vetëvendosi nuk është serioz. Lëviza Vetëvendosi me 57 deputet nuk janë serioz. Ata kanë fuqi politike, po nuk është serioze sepse ne nuk mundesh me thonë, unë ty ta jap, për shembull, siç e thatë edhe ju, disa ministri dhe mos flasim për programin politik. Cila është ideja për energjinë? Cila është ideja